Me gjithë rreshjet e shumta të shiut të rëna në 2 ditët e fundit në gjithë qarkun e Korçës nuk ka pasur përmbytje në fushën e Maliqit. Kjo sipas drejtorit të bordit të kullimit të qarkut Jetnor Hysolli, pasi gjatë kësaj vere janë kryer investime të shumta në kanalet kulluese dhe kolektorët në të gjithë gjatësinë e lumit Devoll. Tjetër që fal investimit të kryer nga ana e bordit të kullimit, pra pastrimit të rreth 185.000 metër kub volume pune në 9 kolektorë dhe kanale kryesor kullues, situata në fushën e qarkut të Korçës dhe veçanërisht në atë të Maliqit, është pa probleme. Kjo fal punës së bërë nga ana e manovratorëve të bordit të kullimit në bashkëpunim edhe me organet vendore në fushën e Maliqit dhe në fushën e qarkut të Korçës. Ne pretendojmë që edhe me sasi rreshje më të shumta, gjë që pritet edhe pas thatësirës do ketë probleme me rreshje të shumta, ne pretendojmë që mos kemi asnjë problem për kullimin në fushën e Korçës dhe fushën e Starovës dhe fushën e Devollit. Dhe puna jonë aty ka synuar në pastrimin e kolektorëve kryesor të kullimit të ujrave në fushën e qarkut të Korçës.